Afrim Bilali, Shodrani minjori po futbollit Shodran, por që drejton bestidhje, të dytën herë në Vazhdin, i knaqur që mundet Vazhdin në shtëpinë e saj. Unë jam i kënaqur për rezultatin që arritëm. Kjo është edhe objektivi i ekipit tonë gjatë gjithë vitit, domethënë. Jam shumë i lumtur që arritëm në mënyrë të neshim me sukses në fushë vështirë siç është fusha e Vazhdinis. Dhe realisht i përgëzoj klubin Vazhdinia për organizimin, për atmosferën që u krijoi sot, tifozërinë shkodranët i cili i kanë nxjerr atmosferës në neshjes, por jam i lumtur me performancën që bani çunat. Mendoj që deri diku arritëm të zbatojmë planin e lojës dhe siç u pari me kanë arritëm ta mbyllim të neshjen me sukses me një diferencë për 18 pikësh, e cila na bën domethënë akoma më të sigurt për hapjen e radhës. Me kampin Shodran kishte shumë reagime, datës por edhe me komencimin për metin e kolegut juaj Vazhdani, besoj që është në arbitrim. Shiko, unë nuk du më marrë me deklaratat as Vazhdanit as kërkuj tjetër. Unë mendoj që ekipi jemi mbyty shumë mirë, arritëm të administrojmë bëjmë për 40 minuta dhe nuk i dham asnjë hapësirë domethënë ekipit të Vazhdinis. Pastaj këto drejtimet e kishta dhe diku tjetër, por mua personalisht nuk më infektojnë fare. Unë shoh ekipin tim, mendoj që në fillimin deri në fund, besoj që merituam jo vetëm të fitore, por kemi merituar çdo mes që kemi fituar, fal punës dhe investimit që është bërë te ekipi. I fituar me diferencë të vogël në këtë qytet, ose thonë që me thellë, pa ndryshoj. Sot me sa pash ekipi Vazhdinis nuk i luan një dy lojtar në pozicionin e qendrës, pra aty ku ne edhe arritëm të dominojmë lojën, pra Parker dhe Wilkins, duke parë mos prezencën e tyre në lojë, ndryshime diçka në planin e lojës për të sulmuar qendrën dhe arritëm. Dhe kjo na bën që të kemi edhe këtë avantazh sot në fushë të vështirë siç është Vazhdia. Kurse luajtë në Shkodër, luajtë tifozëri, ju krijoi emocion. E përshëndeta tifozërinë në pyetjen e parë, jam shumë i lumtur domethënë që luajmë në këtë atmosferë, do të isha shumë që të tillë atmosferë të kishte në Tiranë. Dhe në neshjen e parë tifozët Shkodran kanë qenë prezent dhe realisht i kanë dhënë një bukuri neshjes, sepse në funditës sporti duhet për sportdarësit dhe Shkodra i ka sportdarësit më të mirë. 2-0 për Bestidhin, mbyllet në ndeshjen e tretë apo mund të ketë një surprizë Vazhdia për ta shtyr festën këtu? Ne do vazhdojmë punojmë bindshëm çdo servitë domethënë në mënyrë që ta mbyllim me 3 ndeshje për të dhënë vetes ndoshta duke ditë që në ndeshjen tjetër do shkojmë në 4 minimumi, për të dhënë vetes pak pushim, por edhe për të administruar forcat e ekipit në mënyrë që kemi sa më të freskët për finale. Por sigurisht ne do ta vlerësojmë maksimalisht në ndeshjen e tretë, duke ditë që Vazhdia mendojmë prapë është një pretendent, domethënë është ekip i mirë, ka në roster në vetë lojtar të mirë dhe mendoj që në ndeshjen e tretë do bëjmë maksimum për ta mbyllur atë. Bisedë për titull? Sigurisht besita për titull e kam thënë që në fillim, jemi ekipi formuar për titull, kemi treguar që jemi më të mirë në kampionatin shqiptar dhe sigurisht pretendimet tona janë për titull dhe për ta mbyllur me 3-3. Faleminderit. Faleminderit.